Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderimet i përkasin të madhit Allah, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër musliman dhe të nderuara motra muslimane, kemi hyrë në 10 ditëshin më të mirë të vitit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk ka vepër më të dashur për Allahun se sa vepra që bëhet në këto 10 ditë. Prandaj thot, shtojeni fjalën la ilaha illallah, shtojeni fjalën Allahu Akbar dhe shtojeni fjalën Elhamdulillah në këto 10 ditë. Dhe kjo përmbledhet në fjalën Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij. Allahu është më i madhi, Allahu është më i madhi dhe atij i takon falënderimi. Prandaj vëllezërit e mi të dashur dhe motrat e mia të nderuara, shtojeni dhikret në këto 10 ditë. Allahu ju rujt.